Por janë duke ndjekur një lloj politike në heshtje, sikur duan që kjo luftë të vazhdojë. Dhe sigurisht për ta një Afganistan tjetër dhe përfshirja e Amerikës në një konflikt të gjatë të lodhshëm tjetër do të ishte një super avantazh i madh. Në mënyrë të veçantë për rusët, të cilët kishin problemin e legitimitetit të luftës tyre nga 2022, legitimitetin ndërkombëtar në Ukrainë. Pasi ajo që ndodhi në Ukrainë ishte një agresion i hapur rus, pavarësisht gjithë shpjegimeve të tyre të tjerë, po ishte kundër ligjit ndërkombëtar dhe vazhdon të është kundër ligjit ndërkombëtar. Ata me këtë gjithë thonë ja, nuk kemi vetëm ne që e bën, po janë edhe amerikanët. Me diferencën e vetme që ne e bëjmë në kufirin ton ku jetojnë popullsia rusofone apo pro-ruse në Ukrainë, kurse amerikanët kanë lëvizur me mijëra kilometra larg. Kështu që nga kjo pikpamje, në pikpamjen ekonomike dhe në pikpamjen politike ne e kuptojmë, por unë mendoj që Kina dhe India kanë një interes tjetër shumë të madh. Pra ajo që ne kemi përmendur këtu që kur zoti Trump ishte në fushat, pra ato duan që nëpërmjet Iranit të furnizojnë ekonominë e tyre me energji, qoftë me naftë, qoftë me gaz nëpërmjet gazsjellëve dhe naftsjellëve që nga Irani kalojnë në Afganistan dhe pastaj në Kinë, njëra pjesë tjetra në Indi. Kjo gjë, ky është rreziku të kërcënimit real për nafatgjat për ekonominë amerikane, pasi ekonomia amerikane nëse do të gjende në kushtet që hapësira më industrializuar e botës që është Azia do të kishte mundësinë të furnizojë edhe me energji të drejtë për drejtë, atëherë ora e historisë për perëndimin ka mbaruar dhe është fillimi i orës së historisë afatgjat për BRICS-in. Ky ka qenë shqetësimi i presidentit Trump që në fillim fare, që para se të vinte në pushtet, ky ishte shqetësimi i tij kur ai erdhi në pushtet me gjithë luftën e taksave që ne kemi vënë të tregtisë lirë në botë etj. Dhe ky vazhdon të mbetet. Ndaj në gjykimin tim unë them që duam apo s'duam ne, Kina, Rusia dhe India janë të përfshira në këtë konflikt edhe zgjerimi edhe nëse s'do, është detyruar Evropa të përfshihet gjithmonë më shumë dhe unë mendoj që nëse nuk ka përfundim dhe nëse nuk ka marrëveshje, të gjitha palët janë të destinuar kush më shumë e kush më pak të përfshihet në këtë luftë, dhe kjo luftë do të jetë afatgjatë dhe efektet e kësaj lufte do të jenë sigurisht siç janë tani globale, edhe pse ndoshta do duam të quajmë lufta e tretë, ajo është realisht lufta e tretë, pasi më duhet të kujtoj që edhe lufta e parë, edhe lufta e dytë botërore nuk janë quajtur nga bashkëkohësit e tyre lufta e parë ose lufta e dytë botërore, por de facto ashtu ndodh.